to the beginning. Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se keni ardhur edhe sonte ashtu sikurse edhe një herë. Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se keni ardhur ashtu sikurse zakonisht pak pas orës 22 deri në orën 23 të çdo të njëjtë në programin e përjavshëm Back to the Beginning në Top Albania Radio. Për të gjithë juve që do të humbisni programin premier, ju kujtoj që mund ta aksesoni në kanalin zyrtar të Top Albania Radios në YouTube kurdo që ju të dëshironi. Në fakt historia jonë e dashurisë, historia jonë e dashurisë ka nisur thuajse 6 vite më përpara, ndërsa unë isha e rekrutuar për të bërë autore në një programi muzikor dhe që po përpiqesha të gjeja një kast artistësh të rinj të cilët do të interpretonin këngët e artistëve tan gold të viteve 70, 10 apo edhe viteve 90. Ai ishte një prej tyre. Unë fakt e mbaj mend si një artist multidimensional, sepse aftësi të mira aktoreske, po ndoshta pak edhe prej formimit backgroundit në familje kështu me radh, pianist, këngëtar. E pastaj rasti e deshi që të isha përballë tij duke shtypur një buton të gjelbër në kategorinë New Artist në festivalin Kënga Magjike, dhe së fundi kemi marrë bashkë një iniciativë për të qenë pjesë e një trupe artistike të vetmit kabaret në Tiranë. Mirëmbrëma dhe mirë se vjen në studio Rej Bezhani. Mirëmbrëma, mirë se të gjeta. Është kënaqësi e veçantë për mua sa herë që jam me ty, për të vetmen arsye se ti je një ndër ato persona që gjithmonë e çmon muzikën e mirë, çmon artistët, i jep respektin që artistët meritojnë dhe mbi të gjitha di se si ta trajtosh muzikën e vërtet, kështu që gjithmonë është kënaqësi të jem me ty. Shumë faleminderit, e vlerësoj edhe jam e përkëdhelur, ndihem e llastuar. Në fundit këto janë disa marrëdhënie. Pra, nëse ti nuk merr një gjë të mirë nga një artist dhe nuk e reflekton dot pozitivitetin ndaj tyre, kështu që e thon ndryshe jeni ju pa jemi ne. Ti Top Albania Radio nuk e ke për herë të parë. Jo, unë këtu kam nisur gjithçka në fakt në Top Albania Radio. Sot është ftesa jote që mua më bën të rikthehem në Top Albania Radio pas 4 vitesh në mos gaboj. Ka qenë pikërisht një audicion që unë kam marrë pjesë në Top Albania Radio në 2021-shin. Një audicion tek i cili unë u përzgjodha dhe gjej rastin që sërish të falenderoj Ledion Liçon se ai ishte personi që mua atëherë më përzgjodhi edhe besoi tek aftësia ime. Radio për mua ka qenë një lloj dashurie kur e dëgjoja, po ka qenë ndryshe më pas kur e përjetoja. Edhe mendoj që gjatë këtyre 4 viteve kam arritur të zbuloj edhe të kuptoj faktin që radio do të thotë shumë për mua dhe më vjen shumë mirë që un kam nisur nga një radio siç është Top Albania Radio, sepse kam nisur nga Maja me pak fjalë. Kam nisur nga Maja, po e vërtet, domethënë mora një lloj eksperience këtu që është e parruar për mua. Krijova shoqëri shumë të mirë, që sot e kësaj dite ende vazhdoj ta kem atë shoqëri që kam krijuar këtu në Top Albania Radio, dhe ç'është më e rëndësishmja, arrita që të integrohem në një rreth tek i cili ishte e nevojshme aso kohë, vetëm fal një audicioni që unë bëra këtu. Shiko, mua akoma për shembull, po të shkoj në farmaci dhe të them 2 oki desha të lutem, nëse farmacisti e ka kokën poshtë, ngre kokën dhe thotë, pra dhe po thoja se ku e kam dëgjuar këtë zë. Thon se ku e kam parë këtë fytyrë. Më shpesh thon se ku e kam dëgjuar këtë zë, kështu që e ka atë magjinë vet, edhe pastaj në fund fare kur të mbetet si mbiemër, pra kozeta e topit, 1 milion gjëra që të bësh ti. Ajo e topit ngelesh pastaj sepse është një pasaportë shumë e rëndësishme. Është shumë kënaqësi të jesh në këtë studio me ne, Rej bën radio në këto korat moderne ku ne jetojmë sot. Çdo kush ka vendin e vet kudo, ka publikun e vet, ka audiencën e vet. Ne nuk kemi asnjë shqetësim për sa i përket pjesës konkurrencës midis logove radiofonike apo logove televizive, sepse në fundit nëse duam të jetojmë të lirë, duhet të pranojmë edhe që ca do më duan mua, ca do duan ty. Nuk kemi dalë në treg për të qenë të suksesshëm 100% dhe të na duan të gjithë. Për mua, shiko, e rëndësishme është marrëdhënia që ti krijon në çdo punë që ti je. Pra, unë asnjëherë nuk kam krijuar një marrëdhënie tek e cila unë të le të them të tejkaloj limitet e mia ose të krijoj një marrëdhënie të keqe me qoftë kjo me punëdhënësit e mi, qoftë me njerëzit që kanë bashkëpunuar. Pra unë gjithmonë mundohem që marrëdhënia njerëzore ta vë të parën, se për mua është shumë e rëndësishme marrëdhënia njerëzore. Më pas nëse ti ke një marrëdhënie të mirë njerëzore, interesat janë aty. Ti ke një interes këtë vit për të punuar në një vend, në një logo, vitin tjetër ke interes për të punuar në një logo tjetër, por e rëndësishmja është që në fund pikërisht gjithëve na bashkon fakti që kemi të njëjtin mision pavarësisht se jemi në logo të ndryshme, kështu që kjo është faktike, mendoj. Shiko, e kemi nisur kështu si pa e kuptuar në Back to the Beginning. Do të thënë, kemi nisur me fillimet e tua në radio. A quhet e vonshme dëshira jote për të marrë me radio? Pra, shkurt, përse vendose të
përgjigjesh thirrjes së një audicioni për një zë në radio apo për një program radiofonik? Shiko, kjo ka qenë pak e kokolefsur. Sepse unë në 2018-ën, së bashku me xhaxhain tim, me Ilir Bezhanin, unë vura në skenë një musical. Në Universitetin e Arteve, që mua më pëlqen gjithmonë ta quaj Akademinë e Arteve, ne vum një musical 2 net. Ishte një, le të themi, i organizuar pak a shumë si një stand-up, kishte 7 skeçe. Dëgjoj, kush është Ilir Bezhani për publikun? Po, atëherë, mirë se e dëgjoni Ilir Bezhani dhe është e vërtet kjo. Kjo është e vërtet, domethënë, por gjithsesi është ai që ruante çokoladat e Irenës, pra Sandër Mafisha. Sandri mori i biri tetos. Sandri i biri, po bën dashuri dhe Sandri i biri tetos, po mbeti me këmbë, mos mbet. Dhe kjo pastaj e përndoqi atë gjithë jetën, si kundër dhe ti po thoje, pra që ti ikën të blesh diçka për veten tënde dhe thon, Kozeta Topet, po se ta kam dëgjuar zërin. Kështu që detyrimisht njerëzve i ngel ajo bravura që bëjnë jetë, pra bëjnë diçka që për herë të parë godasin tek njerëzit. Edhe më pas ajo gjatë përndjek si kundër ka përndjekur edhe xhaxhain tim gjithë këto vite, pavarësisht se ka shkruar dramaturgji. Pavarësisht se ka bashkëpunuar me nipin të një brezi tjetër, më të ri, e më qira fjala, më që jemi këtu te ky musicali. Si është kur bashkohet një profesionist me një karrierë të caktuar dhe një i ri që do të bëjë gjëra, por për më tepër ka dhe raportin e afërt, që edhe mund të prohet me një fjalë më shumë, edhe si ka qenë ky bashkëpunimi? Kjo ka qenë shumë e çuditshme, me thënë drejtën, shumë e çuditshme. Sandri është krejt e kundërta asaj që njerëzit kanë parë tek Pallati 176. Për arsye sepse fare, domethënë, është njëri me disiplinë të hekurt, është një person i cili është i frikshëm në punë, nuk do t'ja di fare që je nipi apo çfarë të ketë. Ne kemi filluar kështu. Ka qenë dasma e vajzës Ilirit, pra të kushërirës sime, dhe për dasmën ai tha që okay, tha, dasma bëhen plot. DJ do ketë dasma, do ketë muzikant, do të ketë gjithë, po vajza ime e ka babain aktor, e ka dhe shkrimtar, e ka dhe dramaturg, kështu që çfarë ti bëj unë vajzës dorë? Do t'i bëj një shfaqje. Ai mendoi në mënyrë të tillë dhe tha, okay, hajde re, tha, bëjmë një gjë të shkurtër, 30 minutë, tha, që unë të bëj ca batuta për nuset, për vjerrat, për marrëdhënie në familje etj etj. Dhe ne kështu e nisëm. Tham, po bëjmë një gjë për dasmën, do t'i doli bukur ajo. Dhe më pas atij i lindi ideja, tha, po sikur ta zgjerojmë këtë gjë dhe ta bëjmë një shfaqje, edhe ishte 90 minuta shfaqje, ishte shfaqje shumë e gjatë. Kjo ishte eksperjenca ime e parë me të folurin skenik. Pra unë s'isha përballur kurrë me njerëzit duke i parë në sy. Dhe kjo për mua ishte drama e vërtetë, se unë gjithë jetën në piano, aty në tastier koka ulur, unë dhe instrumenti dhe në të djathtën time pastaj le të bëje ç'të donte. Por kjo ishte e përballja ime e parë dhe aty me të thënë të drejtën jam pataksur komplet. Kur isha përballë njerëzve nuk dija se ç'a të bëja. Por ne punuam diku tek 6 muaj. Punuam shumë intensivisht që dhe unë të kuptoja sensin dhe të më vinte batuta, të më vinte e folura, pra mos kisha ngecje, të kisha një lloj ritmi. Dhe më pas ishte shumë sukses për te habis sime, unë nuk mësojsha do të me faktin që pata i shumë sukses ato 2 net, ishte plot Akademia e Arteve, dhe më pas xhaxhaim tha që okay, ti i ke dhënat, ke brum për këtë gjë. Dhe unë vendosem më pas që të aplikoj këtu tek Top Albania dhe kështu më rrodhi jeta ndryshe pastaj që nga ai moment. E ka marr gati Rei Bezhani. Faleminderit shumë Rei Bezhani që ma bëre gati në 2018 dhe unë e mora kukull në 2019. Unë pak momente më përpara po thoja që me Ren kemi pasur disa bashkëpunime dhe një prej tyre ka qenë sensi i garës, kush më njeh nga afër e di shumë mirë që pavarësisht se u mund të njoh nga afër, këtë dua unë një gjysmën e Tiranës nga afër për të mos thënë më shumë, po kur vjen puna për të qenë korekte me veten mbi të gjitha dhe me një detyrë që më jepet, e kam shumë të vështirë të bëj kompromise dhe kur kam parë i Bezhanin në Këngë Magjike, thash të kam parë me paragjykim. Jo për lloj, po thosha tash do vi nga duke pasur parasysh piano klasike, do vi tani me një këngë të lodhur, nga këto me drama, me këto që nuk do të të nxiste fare, domethënë. E di ç'bëri i Bezhani? Ja, më doli përpara me këtë këngë që do transmetojmë tani. Magnet. E kupton domethënë çfarë zhgënjimi pozitiv ishte për mua, unë që të prisja me kollare, me këmish, me xhaket, me piano, me kokën ulur, me performancë virtuoziteti, del Rei me këtë këngë. Shiko, a ka qenë kjo një dalje nga
vetja jotja apo jo? Totale. E pra. Totale, një dalje nga vetja që unë nuk mësohesha dot. Domethënë e dëgjoja veten normalisht pasi kënga kishte mbaruar. Dëgjoja veten dhe thoja çfarë po bëjon me këtë këngën, domethënë kush është lidhja ime me këtë këngën, të paktën me çka kisha bërë deri në atë moment. Po pikërisht. Por ishte shumë e domosdoshme për të bërë sepse më dha të kuptoja faktin që duhet të ndryshoja qasjen time karshi njerëzve. Jetojmë në kohë tek të cilat po si bëre të gjitha është shumë e vështirë të mbijetosh. A rrezikon kjo po si bëre të gjitha, se ndoshta po ti bësh të gjitha nuk bën dot asnjërin aq mirë sa duhet. Është shumë e vërtet, por un jam munduar gjithmonë të marr shkallë. Pra të marr qetësisht. Nuk kam marr asnjëherë iniciativa të tepruara ose që dilnin nga vetja total. Pra kjo që mora në këngë magjike erdhi si pasojë disa eksperimenteve që ne bënim në studio së bashku me Enis Mullajin edhe me Eriona Rushitin, bënim eksperimente tek të cilat ne mundoheshim të kuptonim mirë deri ku mund të shkoja. Pra nuk është se ishte një këngë që ne tham, ok, eksperimento pafund tani me Rein edhe hajde le të dali ku dali. Jo, ishte diçka që erdhi gradualisht, por ishte një eksperiment që mua më duhej. Më duhej vërtet sepse duhet kuptoja se ku qëndroja unë, se si njerëzit më pëlqenin dhe njerëzit arritën të pëlqejnë një Rej i cili vinte ndryshe. Ai profili me piano është një profil shumë i bukur, por është një profil që duhej mbajtur në momentet caktuara, se është pak intim. Pra njerëzit duan një show më ndryshe, duan diçka që ti qasesh më ndryshe, të paktën sipas mendimit tim. Kishe qenë ti më përpara në një garë muzikore? Po kisha qenë në 2017 në këngë magjike, sërish, por nuk arrita të shkoja në pallat kongreseve në 2017 dhe ishte një rikthim i imi në 2022 pas 5 vitesh. Dhe pikërisht kjo është gjëja që unë edhe po të thoja, pra një kalvar ndryshimi që unë e mora gradual për 5 vite. Që kur të shkoja më pas atje të shkoja si një Rej tjetër. Kjo ishte arsyeja. Shikoj, ti ke bashkëpunuar me që dolën dhe emrat me një duo e cila ka një rekord shumë të mirë të festivalit të këngës në radio. Eriona dhe Enisi të paktën kanë shkuar 2 herë në festival evropian, një herë me Jonida Maliqin, një herë me Albina Kelmendin në Mos Gaboj. Po. Po festivalin e dhjetorit pse i kanë drejt larg? Apo s'të kanë pranuar dhe ty si shumë të tjerë? Ja. Okej, sigurt ta dia. E fundit është tani, domethënë, në edicionin që jemi aktualisht, flasim në edicionin e 64, nuk më pranua sërish materiali. Nuk më vjen keq. Unë këngët nuk i bëj këngët se duhet patjetër të shkoj në një festival. Unë i bëj këngët për veten time, pikë pari, nëse unë jam i kënaqur me materialin, nuk më intereson fare se çfarë vendos një juri për mua. Thjesht më vjen keq për diçka që mendoj të paktën që duhet të jenë gjërat pak më të hapura. Sipas mendimit tim. Edhe ato përgjigje që i jepen duhet të jenë pak më të konsoliduara dhe edhe të paktën të marrim dhe një përgjigje në feedback që Rej s'u pranua kënga dhe më vjen keq që s'u pranua kënga. Jo, unë në fakt ose s'u pranua kënga se s'më pëlqeu kjo gjë. Që jemi sinqert, pavarësisht marrëdhënies time pak të tensionuar, marrëdhënies time personale pak të tensionuar me radio televizionin shqiptar në këtë moment, ose më saktë jo me radio televizionin shqiptar, sepse unë gëzoj dhe ruaj një respekt jashtëzakonshëm për median që na bëri ne të gjithëve ose që na bëri të ëndërrojmë që duam të punojmë në media, por me menaxhmentin e ri, pra pavarësisht tensionit, unë kam mësuar, kam dëgjuar që për arsye etike se njerëzit nuk janë këtu, nuk po i përmend, po emra që unë nuk i kisha menduar ndonjëherë jashtë festivalit, të cilët këtë vit janë jashtë festivalit. Dhe unë po gëzoj vetëm me një gjë që kuptoj që prurjet e reja në këtë festival duhet të jenë të një niveli të jashtëzakonshëm, që kanë lënë jashtë emra artistësh shumë të mirë, që kur si ka menduar jashtë, me zor po pres ato netët në festival, që të ulem dhe të them, po bravo pra, ti Rej Bezhani ke ngel për jashtë se ai dëgjove se ç'bëj aty, ose tjetri, me zor po pres që të vi ky moment dhe jam shumë i sigurt që jam plotësisht e sigurt që do vi. Është shumë e vërtetë. Shiko, është diçka, sipas mendimit tim, unë nuk kam qenë nuk ekziston një person të dalë dhe të thotë për mua që unë kam bërë diçka kundër të tjerëve ose kam treguar një xhelozi pa arsye për njerëzit. Absolutisht asnjë moment, unë në të gjitha festivalet, paktën kudo që kam shkelur, qoftë në festivalin e Kosovës që isha vjet, qoftë në 2 edicionet këngës magjike që kam qenë, unë gjithmonë kam vlerësuar persona, të paktën gjithmonë kur flisnim edhe për moshën time, pra për artistët debutantë që kanë qenë në festivalet ndryshme, unë e kam vlerësuar gjithmonë atë artistë që për mendimin tim
ka qenë më i miri, ka pasur këngë më të mirë se unë. Pra jemi njerëz që i pranojmë disa gjëra. Dakor, po ti dëgjojmë një herë këngën se kemi dëgjuar. Po pikërisht kjo është pra, që domethënë për mendimin tim duhet të jetë pak më e hapur si situatë. Mua s'më intereson, është e katërta herë që mua më refuzohet kënga në radio, por unë sërish mund ta provoj, por edhe mund mos ta provoj. Gent Bush Pepa për shembull nuk është se ka shkuar në radio gjithë jetën e tij, por një herë shkoi dhe aq u desh, kështu që nuk më intereson të përsiatem kot nëpër rrugë. Kështu që gjithsesi ka kohë. Sigurisht në festival shkohet për një kujtim më shumë, për një lojë me orkestrën simfonike që jo gjithmonë ke mundësi. Kjo është vetëm gjë që mua më vjen keq. Kjo është them të vërtetën. Që të jemi sinqert, një arsye kryesore pse njerëzit e zgjedhin festivalin është Kjo është. Kjo orkestrat që jo vetëm nuk e gjejmë në Shqipëri, po me sa di unë 2 festivale janë që në Europë që kanë orkestrën Sanremo dhe Festivali i Këngës në radio televizionin shqiptar. Do të shkojmë pak tek tek lista jote është me këngë pak këngë, sepse aq është minutazhi në dispozicion, por që mua s'më lidhet audio me video. Do të thënë, një djalë i ri që kur unë i them shikoj, sjell ca këngë ca ti të inspirues, thot My Way, Frank Sinatra. Për mua, ky është ai mirë. Po thjesht jam kurioze. Të kuptosh se çfarë ndodh, pse ndodh. Kush ka qenë që të futi në këto ujëra dhe ti nuk je. Shiko. Ku e di unë, si e ka ky çuni i ri tani? Nuk i njoh, sorry, nuk i njoh po drejtë. Ja, shumë po lekse. Shiko, ne kur themi back to the beginning, siç e ka dhe programi yt, un pikërisht këtë doja që të kthehesha pak herët. Edhe arsyeja për shembull pse zgjodha My Way të Frank Sinatra, është një arsye që mua më kthen në fillim, është kënga e parë që un kam kënduar. Okay. Në jetë. Ku? Unë e kam kënduar këtë në një koncert klase që ne kemi bërë para shumë vitesh dhe sërish e kam kënduar në një event familjar që ne kemi qenë gjithë së bashku, që mora guximin për herë të parë të këndoja përpara njerëzve. Bëhet fjalë në 2016. Ky thot bëhet fjalë në 2016. Po. Kënga e parë. Unë kam marrë gjimnazin 2000. Dakor, po atje te klasa e kam fjalën. Ku e gjetë këtë këngë para klasës 2000, ku diu se kur. Ne kemi qenë klas kantoje. Okay. Pra klas kantoje, unë merja mësime aso kohë nga një pedagoge shumë e mirë, Alma Strazimiri. E përshëndes fort Almën, ajo një ditë duhet vi këtu se ka takuar kaq shumë prej jush sa ka shumë, edhe unë aso kohë Alma ka qenë njeriu parë që mua më tha Ti ke zëtu ke qenë zysha me atë të folur në Almës, edhe unë mora me njëra të spuntën pozitive, një zysha Almën prej shumë kohësh, sepse dhe djali i saj ka qenë pianist dhe ne kemi qenë me pak vite diferencë me njëri tjetrin, edhe kjo ka qenë kënga e parë që un kam zgjedhur aso kohë. Domethënë më pëlqente sepse edhe natyra ime ka qenë shumë klasike. I rritur me piano klasike gjithë jetën, nuk e mendoja që do isha në një herë rej që jam sot. Domethënë do isha një rej klasik që do jetonte në Gjermani dhe do mbante frak. Pra, kjo ishte përshtypja ime aso kohë, po pak gjë tjetër që çfarë ndodhi me mua, gjë tjetër që erdhi magneti për shembull rrugës. Por që My Way ka qenë kënga e parë që kam kënduar. Kam pasur një adhurim për Frank Sinatra në aso kohë dhe pikërisht kjo është, pra kur kujtohem te këngët që kanë një lloj domethënie për mua, është pikërisht kjo. Si mund të impostohej një fëmijë të kënduar My Way? Se tani e diu që e bëndi. Jo, nuk e bër burr. Aso kohë, shiko, nuk është se ne fillonim edhe bënim edhe le të themi edhe impostim klasik me Zyshalmën, por bënim edhe mësonim edhe termat kryesor të teknikës moderne. Aso kohë kam qenë një zë që unë se mendoja kur që do bësha këngëtare, pra që unë mund bëja live, që unë mund të këndoja në festivale, se mendoja kur, ishte thjesht diçka që unë po e bëja për pasion aso kohë, dhe kur e dëgjoja veten, ma shpifte vetja me thënë drejtë, e dëgjoja veten, thë, qa po bëj unë mërë, si është e qa po thunë ti mërë, e dëgjoja thë, o zot, s'ka mundësi, po më pas, kur i dëgjoj veten, ndonjëherë marr atë frymëzimin si kundër e bëri dhe Ed Sheeran, ka pëlqyer shumë një postim që Ed Sheeran bëri para pak kohësh, që nxori një video të vetën në fillimet e tij dhe tha që po, qofse ti punon edhe e gjen atë X-in brenda teje, ti mund të bëhesh rrugës. Çfarë kujtove? Unë duhet të kam këtu ca regjistrime të vjetra
të Top Albania Radio së parë, të epokës së parë të vitit 2002-2003. Okej. Dhe gjithmonë them, si mund të më kanë pasur qef njerëzit mua në atë kohë. Sepse sot kur e dëgjoj zërin tim, shikon, nuk dua të jem modeste, sot më pëlqen kur flas. Kur dëgjoj këto regjistrimet e kaluara, dhe në ndonjë ditë unë kam edhe pjesë të arkivës time personale, ndonjë ditë çuna do I vendosim këto regjistrimet e mia të vjetra kur tentativa për të imituar spikerimin italian të tipit të folurit me të kënduar. Tani do të ndjekim Donomare, e cila me këtë këngë do të sillte këtë. Si mund të më kenë dashur mua njerëzit, kështu që kjo përvoja që vetja ma shpifte atëhere, po sot më duket sikur kush e di kush jam, është një ndjesi që të rrit një vetëvlerësim edhe një vetbesim të jashtëzakonshëm. Për të gjithë dëgjuesit që janë në radio, ne dëgjojmë Frank Sinatra My Way. Për shembull, si e them unë sot, ishte Frank Sinatra. Tani unë sot e them, dëgjuam Frank Sinatra për të gjithë juve që po na dëgjoni në këtë moment, ne jemi me Rej Bezhani në studio, për të gjithë juve që jeni sintonizuar në Top Albania Radio. Në atë kohë do thoja. Ishim me Frank Sinatra sot. Ishim me Frank Sinatra, My Way, e kishte Rej pjesë të repertorit të zgjedhur sot për të mbështetur bisedën e tij në studio. E nuk e di pse më dukej vetja si komentator sportiv në atë kohë. Shiko, të gjithë e kemi filluar kështu kam përshtypjen. Unë kur e kam filluar këtu, Top Albania Radio patjetër ka të gjithë arkivat, edhe nëse kërkon zërin tim ose gafat e mia të fillimit këtu, mund të bënim një sketch të bukur, por gjithsesi edhe unë sot kur I kthehem them, tani është një Rej tjetër për shembull që ulet këtu, krahasimisht me atë Rein para 4 viteve që ka qenë këtu. Ti the pak më përpara që po nuk I bëre të gjitha, si me thënë koha të përjashton ose sistemi të përjashton. Tani, a je I ke qardhur për këtë detyrimin, në thonjza, për të përshtatur, apo ndryshimi që erdhi nga kjo përshtatje, që nga kaq pozitiv sa ti je I penduar pse isha ai që ishe disa vite më përpara? Kjo është pyetje shumë e bukur. Shiko, unë mendoj që ai Rej që kam qenë, puna titanike që kam bër realisht shumë punë, të paktën me pianon, kam shkuar në konkurse të ndryshme në Shqipëri, jashtë Shqipërisë, kam pasur rekord shumë të mirë për sa I përket të çmimeve të fituara, dhe ka qenë pikërisht koha që unë duhet zgjidhja që a do qëndroja në Shqipëri apo do ikja jashtë. Në këtë kohë që unë vendosa të bëja zgjedhjen time, mendova familjen, unë jam djali I vetëm, familjen e kam shumë të vogël, dhe detyrimisht mendova që ata do t'i lëvizja nga Shqipëria nëse do ikë dhon. Unë zgjodha të qëndroj këtu, të ndjek Akademinë e Arteve, paçka se unë kam qenë gjithmonë antikonformist për sa I përket sistemit. Nuk më pëlqente fare sistemi I Akademisë së Arteve, nuk më pëlqenin fare strukturat që ishin në Akademinë e Arteve, fryma që ishte në Akademinë e Arteve, dhe prandaj unë vendosa që një ditë të bukur ta lënë stazh shkollën. Dhe thash, Rej, ti do ikësh nga shkolla. Sepse ti nuk po e gjen veten këtu. Dhëndër pa diplomë ti më? Dhëndër pa diplomë. Dhëndër pa diplomë je? Po. Është hera parë që e them këtë gjën. Thash, Rej, do ikësh nga shkolla. Lëre shkollën, thash, sepse për momentin kjo shkollë vetëm po të zhyt psikologjikisht. Sepse atje funksiononte një lloj strukture me domethënë unë kam qenë nga ata pianistë që kam fituar 27 çmime të para ndërkombëtare. Dhe kur shkova në Akademinë e Arteve më vun 6 në piano. Dhe detyrimisht gjithë kjo dhunë psikologjike më demotivoi dhe unë jam një njerëz që unë po nuk e desha një gjë, unë nuk e bëj fare. Më nuk merrem fare. Dhe në momentin e parë Kozet që unë zgjodha që thash, "Okay Rej, ky është momenti që ti duhet vendosësh për jetën tënde." Në momentin e parë që unë bëra këtë si shkëputje, unë rilinda si njerëz. Vendosa që të bëja totalisht një Rej tjetër. Vendosa që të fillova punën time të parë, jepja mësim për fëmijë të vegjël. Piano. Dhe gjatë kohës që unë fillova të jepja mësim për fëmijë të vegjël, unë fillova të merrja çmimet e para në mësimdhënie, unë isha 20 vjeç. Jepja mësim, gjëja po ecte, më pas filluan thirrjet e njerëzve karshimeje dhe erdhi dëshira ime për t'u marrë me këngën më profesionalisht. Dhe kjo ishte periudha më e mirë e jetës sime, momenti që unë zgjodha që të iki nga ai ambient toksik që mua po më mbyste. Kështu që unë nuk bëhem pishman për Rein që kam qenë, unë bëhem pishman për një zgjedhje që për mendimin tim ka qenë e gabuar, për të qenë pjesë e Akademisë së Arteve, sepse për mua është një institucion
toksik që e tregon rrugës se sa toksik është, edhe fakti që i bien prurjet vit pas viti, dhe më pas ajo çka unë zgjodha të bëhesha, ishte ajo që ishte më e mira për mua. Unë nuk mund të them që jam këngëtari më i mirë në botë, nuk mund të them që jam prezantuesi më i mirë në botë, nuk mund të them që jam pianisti më i mirë në botë, por mund të them që mund të jem ndër të vetmi që i bëj të treja. Pra, domethënë kjo është arsyeja pse unë e mbaj veten në treg, sepse unë i bëj të treja. Kështu që nuk është se mund të them që jam gjeni, por mund të them që duke i punuar të treja unë kam arritur të bëj një gjë të veçantë që njerëzit e duan. Kjo është arsyeja pse i mbaj kështu. Po muzika shqiptare si ka fjetur tek ty? Muzika shqiptare si e kam thënë, si zyshe kam thënë. Si ka fjetur tek ty? Si ka fjetur? Ka fjetur embël. Shiko, e kam dashur gjithmonë muzikën shqiptare. Në fillim, si çdo adoleshent, unë dëgjoja muzikë tuaj normalisht. Por me kalimin e kohës fillova të kuptoja vlerat që muzika shqiptare ka. Të kuptoja vërtet ato këngët më të bukura të muzikës shqiptare, dhe një ndër këngët që unë e adhuroj në muzikën shqiptare është Ecën në shi e Aleksandër Gjokës. Mendoj vërtet që është një himn i muzikës shqiptare, dhe kjo është edhe një ndër arsyet që unë e kam vendosur tek 4 këngët e mia sot, sepse është një ndër ato këngë që unë vërtet e gjeja veten edhe në ato momente tek të cilat nuk kam qenë shumë mirë për sa i përket zgjedhjeve të mia, sikundër edhe rasti që të tregova. Prandaj zgjodha të ta ilustroj të gjithën kështu. Kjo kënga me këto vargjet e Shpëtim Roqit, sigurisht mbet edhe pa haruar. Në atë kohë këndonte grupi X, siç ishte qefi për të pasur më shumë vokalistë në një grup, Dash Nordiko, Aleksandër Gjoka, Dhurim Demiri. Ti nuk do mërzitesh për shkak të asaj dashamirësisë dhe fuzionit që jep muzika live, që unë e kam shumë qejf. Që unë do zgjedh këtë këngë nga koncerti i 3 musketierëve i mbajtur në vitin 2017 në Pallatin e Kongreseve. Jo që s'do mërziten, po sa bukur e ke bërë të zgjedhjen, domethënë s'kam fjalë. Dëgjojmë Ecën në shi. Ka kaluar pjesa më e madhe e takimit të Back to the Beginning. Ju kujtoj për të gjithë juve që jeni tani në këtë moment në radio, jeni thjesht në maj. Jeni në Top Albania Radio, unë jam Kozeta Kurti, në studio me mua është Rej Bezhani, për të këdo që e humbi. Para pak ai tha, bën shumë gjëra në të njëjtën kohë, është pianist, është këngëtar, moderon. Më edhe unë bëj, jam producent, pedagog, gazetar, moderator, pse vetëm pianos nuk i bie me të drejtën. Do thuash ke shumë gjëra, po që janë të përfshira në një fushë të vetme dhe drejt ke. Shiko, a di çfarë do të thoja unë ty, domethënë unë gjithmonë kur flas nuk flas për të bërë qefin njerëzve, po unë mendoj që ti je artiste pa diplomë. Ti je një artiste e vërtet, që nuk ke nevojë për diplomë, sepse për mua gusto jote, shija jote muzikore dhe ajo çka ti bën për muzikën e vërtet për mua do të thotë shumë realisht, sepse ti ke dhënë një kontribut në gjitha koncertet e tua për të bërë një arkiv të muzikës shqiptare që ka humbur ndër vite. Dhe kjo është një iniciativë, patjetër, kjo është një iniciativë që shumë radio e kanë marrë nëpërmjet teje, duke shfrytzuar muzikën live, duke vënë artistët në punë nëpër Shqipëri, që është shumë e vështirë ti mbledhësh e ti vësh në punë artistët në Shqipëri, kështu që këtë gjë ta them jo sepse jam te emisioni yt, por e them edhe pas krave tu, kështu që nuk është se po ta them vetëm ty. Po si serdi njëri të më thotë një thash e them pozitiv. Po kur e pyet dikë kur e pyes unë vetë dikë për shkak një artist, çfarë thuhet për mua poshtë përpjet? Thonë që vërtet pak acarohesh pak. Po si smer dhe këto fjalë me këto fjalë, po vin këtu thashë theme pozitive. Në fakt në këtë vend po nuk u bërtit pak, nuk po shiko, ajo është metodë që tregon që ti po e bën me energji diçka. Se po je i fjetur të përgjigjet njëri harrove. Dhe për më tepër, kush do donte të bërtiste nëse secili do bënte mirë punën e vet. Bravo, fundja. Në çfarë faze të jetës tënde je sot ti Rej? Po bën atë që do duhet të kthehesh pas në kohë, të fitoje ca kohë të humbura, apo nuk e di, si je ti në raport me kohën? Si dimension. Mendoj që jam në gjysmë të rrugës të asaj që do doja të isha. Mendoj që jam gjithkohës duke punuar me veten time, teksa shoh veten me kalimin e viteve, ndjej që jam rritur.
jam rritur goxha edhe në skenë, edhe në jetën time personale, në qasjen time me njerëzit që kam afër. Prandaj që jam rritur, po unë punoj gjithmonë për të rritur. Jam pak natyrë që nuk kënaqem me pak për sa i përket vetes time, kështu që jam gjithkohës në kërkim të diçkaje që unë dua ta bëj mirë e më mirë gjatë gjithë kohës. Mendoj që jam në një fazë tek e cila po bëj realisht ato që unë dua. Angazhimet e mia në media dhe angazhimet e mia në muzikën live edhe në festivale të ndryshme me videoklipet e mia etj, mendoj që janë aty ku duhet dhe ç'është më e rëndësishmja, kam një qetësi shpirtërore për momentin. Prandaj mendoj që jam në rrugë të mirë. Shiko, asnjëherë s'kam qenë njeriu që kam dashur të jap bisedave në programet e mia tentativën roz, po dua të kthehem pak tek djali i vetëm. Edhe djali i vetëm dhe dhëndri pa diplom. Do të thënë, dy të këqija për të futur nuse në shtëpi. Kur martohesh, do jetosh me mamin dhe babin, do gjesh një nuse që të dojë të rinë në shtëpi me prindit e tu dhe me ty? Shiko, mami dhe babi... Apo s'duan ato të rinë me ty? Mami dhe babi besoj nuk duan vetë të rinë me mua. So unë për shembull tani që flasim aktualisht... Të thonë, të shërbim gjithë jetën, tani nga një të mbajmë dy. Bravo, e kupton se edhe gocat sot duan të mbahen nga mami i dhëndrit. Nëse tjetër bisedë kjo. Por mendoj që si mami, si babi im, janë shumë të hapur si natyra, janë shumë ndë hapur, janë shumë mbështetjen time, por jam i bindur që edhe ata duan qetësinë e tyre. Unë jam natyrë që kurrë nuk do t'i braktisja për asnjë arsye në botë, sepse kanë bërë shumë për mua, edhe vërtet që domethënë janë shumë krah për mua. Gjatë gjithë kohës, mundohem gjithkohës t'ja shpërblej të paktën 6 vitet e fundit që unë kam pavarësinë time totale financiare, mundohem t'ja shpërblej me gjëra të vogla por me shumë kuptim. Për ta, mendoj që nuk është ana financiare që e bën gjën, por është mendimi që ti ke. Kështu që gjithkohës jam në atë përshtypjen e plot me veten time që duhet të jem aty për ata, kështu që nuk i braktis për asgjë botë, por është kjo ana tjetër që pastaj kur të martohesh do thonë sa do të braktisen ata ti do thonë kur të martohesh. Muhabet tjetër kur martohesh. Ne të tërë martuam ka pak po. Mamave për kace i themi çka ka sot për drek. Po pron. Për drek çka ka. Jo, po. Ose dhe më rënd akoma. Shikoj jam çekur e larg. Ngrohe pak. Ngrohe, bravo. Kjo funksionon gjithmonë. Kjo funksionon. Nuk ka shqiptar, njëri që jeton në Shqipëri që nuk i pëlqen muzika italiane. Ne s'kemi jetuar as, unë pak e kam kapur, aq pak e kam kapur sa mbaj mend vetëm si memorie fotografike, po ti se një breza dhe para meje, Canoce, Antena, të Rai, ndikimi i muzikës italiane, i televizionit italian, po ti ku lidhesh apo jo mos? Jo, se po mendoja tani të ta thoja, është George Ray Charles. George Ray Charles, po tash e pash edhe unë. Po jo, se nuk i presun këto gjëra, këto prandaj janë të bukura, do duket si live. Ç'kjo, nuk presun nga këto. Unë po mendoja që ishte Georgia, po në fakt është George Ray Charles. Po mirë, unë ndër të pyetje ndryshe. Pse s'ka në listën tënde një këngë të muzikës italiane? Nuk kam, shiko, kur kam qenë i vogël, meqë të rrim të muzika italiane, kur kam qenë i vogël këndoja gjithkohës në përshpi, në atë fëmirin time, si shëndosh, jo, per kolpati ki. Kam gjithkohës kur kam qenë i vogël. Të ke qenë dhe Buçko? Buçko the. Mbaj mend zysha ime fillore ka qenë Marina Grabovari. Një personalitet i vërtet, domethënë një frymëzim për mua kur e mendoj se me kë kam bërë mësim. Dhe në fillore zysha i thoshte gjithmonë mamet, Rej, i mirë është po. Fiskulturës po hiç. Jo, i mirë është i thoshte po shkallët i zbret kështu, 2 këmbë në një shkallë dhe pastaj 2 këmbë te shkalla tjetër, totalisht Buçko, totalisht i pafajshëm në atë botën time, as nuk doja t'ia dija për asnjë njeri në botë, domethënë kështu ka qenë fëmijëria ime, totalisht i pafajshëm, naiv, i vogël, Buçko, i qetë, kjo kam qenë unë, me që ishim të muzika italiane. Të jesh një fëmijë i vetëm, dhe ta kesh të gjithë projektorin e familjes në krye. A të bën kryenetsh për jashta? Arrogant.
Kjo është gjë që unë jam munduar të shmang gjithë jetën. Faktin që unë gjithmonë kam hapur rrugë. Kjo ka qenë diçka që e kam pasur pjesë timen. Nuk kam dashur kurrë të bëj rolin e kokfortit. Unë jam rritur me gjyshen time dhe kam pasur marrëdhënie shumë të fortë me të dhe kanë qenë këshilla që i kam pasur gjithmonë prej saj. Që çfarë do lloj gjëje që unë ose ne sillemi ose bëjmë me ty në shtëpi, ti nuk e pun fare me asgjë tjetër. Domethënë, jashtë ti duhet të jesh një njeri i dëgjuar, njeri i respektuar, pra i kam pasur gjithkohës të parime dhe kjo është arsyeja pse kam vazhduar. Në shtëpi s'ke një vëlla që ta tërheqësh për flokësh ose një motër. Për jashtë duhet me qenë çuni mirë, pa. I edukuar i sjellshëm, Po jam deri në një far pike, pastaj se kam, domethënë jam deri në një far pike çuni mirë, pastaj vjen një moment që më del ai instinkti i horoskopit i dashit, domethënë që jam je dash. Po, dash edhe me brirë të mëdhenj, domethënë në momente të caktuara. Që unë edhe këtë punën e astrologjisë nuk e kam kuptuar kurrë për shembull, se të kuptohemi unë përkas ditëlindjes 1982, për pak bëj 44 vjeç dhe nuk e kam kuptuar asnjëherë se si njerëzit kur takohen dhe japin dorë njëri tjetrit, thonë emrin përpara dhe pastaj thonë jam shenja Filan Pisteko, pra Kozeta Kurti Ujori apo Rej Bezhani Dashi. Po e të shoh që edhe ti e lidh këtë pjesën e karakterit dhe të personalitetit me shenjën. Domethënë kaq për vërtetë është kjo histori, ha? Bëj gabimun që është manga. Shiko, unë me të vërtet nuk e kam menduar kurrë. Që kur kam filluar të jem pjesë e medias, më pas më lidhte puna që duhet kisha tema astrologjie, të merresha me astrologjinë etj. Ktu ishte momenti pastaj që fillon ajo të bëhet si ves. Thua ti, ore, qa shenjë jeti? E ti thua jore, po ju të jore ti jeni të but, po keni një shpërthim ju të jore. Pastaj fillon i mendon ca gjëra. Futesh merresh me yjesin. Nuk ka qenë gjëja ime kurrë, por do ti që unë vjet mësova të llogaris ascendenten. Atë kemi shkallova nënën time të ma thot fikse, si ka mundësi që një nën nuk mban mend. A linda 13:58 apo 13:57, sepse kjo është kaq shumë e rëndësishme sa ndryshon mua ascendenten. Po. Nënat e reja sot e kanë krejt kollaj. Unë për shembull që jam bërë teze e ndëmbesave të vogla vitin e kaluar, i pash aty tek karta 11:48, 11:50. Të llogarisit tezi ascendenten, e hënën në yje, e diellin në yje, si quhet ato. Çfarë llogarie i bën ti tani? Jo llogaria ascendenti, po ti. I llogaritë edhe fatin çdo kënd bravo. Horoskopin dëgjoj. Ora 8:05, fatin të kërkoj. Ray Charles. Po emrin pse ke Ray? Emrin e kam Ray nga gjyshja. Ajo e ka dëgjuar atëherë si emër. Okej. Dhe e ka pëlqyer dhe ma ka vënë Ray emrin. Gjyshja, imagjino të vendos gjyshja emrin Ray në ato vite. Në 96-ën që unë linda, ajo më vuri emrin Ray. Dhe kur linda në vitin 1982, gjyshja ime ma vuri emrin Kozeta, se i pëlqente shumë ideja që unë do t'i ngjalja asaj vajzës punëtore dhe të mjerët e Hygos. Gjyshja ime e ndjer, pati fatin ta shihte që unë nga Kozeta e saj e librit vetëm emrin mora. Kështu që jemi në rregull. Georgia Ray Charles. Jemi në limitet e kohës radiofonike të Back to the Beginning. Është intervistë shumë e lezetshme, intervistë me shumë energji që tregon se çfarë janë në gjendje të bëjnë dy njerëz të cilët e njohin radion. Unë më shumë se ty në kohë, por jo në content, jo në përmbajtje, se kurse kam kuptuar këtë që unë jam i zotit se ty, se unë e kam parë dritën e diellit më përpara se ty. Këto komplekset që her pas here kanë moshat, njerëzit me përvojë dhe me qëra fjala. Ke pasur rast të punosh me njerëz që janë më të rritur se ty, me njerëz më të rinj se ty. Personalisht kam parë unë duke qenë brezi mesëm, kam pasur rastin tani që të mbaj mend ata që janë më të mëdhenj se unë, ata që janë tani më të rinj se unë. Gati duket si e vështirë që ti të pretendosh të krijosh një binom të një njeriu të suksesshëm me përvojë dhe me eksperiencë, dhe një tjetri që nuk ka eksperiencën tënde, por ka talent, ka energji, ka dëshirë. Ndoshta unë nuk e kam të njëjtën dëshirë që kam pasur 27 vite më përpara, por e ka Ray. Tani këtu njerëzit të grihen me unë jam më para teje se kam 30 vjet në këtë punë. Ti thua unë jam para teje se koha jote ka mbaruar edhe unë i njoh më mirë gjërat. Yes. Unë mendoj që nuk është çështje kohe, mendoj ka fenomene në Shqipëri që ata që e quajnë veten si të pa kohë, pra që janë persona që e kanë nisur më herët se sa ti, zgjedhin që ose mundohen të ta mbyllin derën, ky është fakt që ndodh në Shqipëri,
Nuk e di pse ndodh, sepse çdo njeri për mua ka hakun e vet dhe sado që të mundohet dhe sado të rrotullohet prapë te haku i vet do shkojnë, nuk është se do shkojnë në ndonjë vend tjetër. Pra unë i këtij mendimi jam dhe zgjedh gjithmonë që mos i bien qaf njerëzve, zgjedh gjithmonë që të jem personi që merret me veten e vet. Kështu që bashkëpunimi mes brezave për mua është një bashkëpunim që unë mësoj shumë nga një person që ka më shumë eksperiencë se unë, se vitet e eksperiencës absolutisht ndikojnë në mënyrën se si ti menaxhon gjërat, se unë e shoh veten në 4 vitet e fundit, krahasimisht me çka kam qenë në mikrofonin e kësaj radioje, jam njëri tjetër, këtë ma bën eksperjenca, edhe ma bën puna që un kam bërë me veten, por mendoj që ata që kanë eksperiencën dhe janë vërtet të zot, dinë se si të bashkëpunojnë. Ky është mendimi im. O zoti më boll fole për mua se s'ka as lezet tani. Po hamër pra fol tani. Hamër shoqë tani. Po mi shoqë po. Po mi shoqë. Do të më duhet të ikim, do të na duhet të ikim, por më ka lënë shije shumë të mirë te kjo intervista. Mos të kisha intervistuar ty ndonjëherë, sepse ne jemi ndeshur, kemi patur mundësi të jemi pjesë të njëjtave rrethe, të njëjtave projekte, por nuk kështu nuk kishim pasur mundësi të flisnim. Dhe tani për te humorit që mua më karakterizon kështu si natyrë, më ka shijuar më vërtet shumë kjo intervista. Edhe unë nuk kënaqja shumë. Më duk si një rrëfim që kisha shumë kohë pa bërë një rrëfim të tillë, domethënë. Më hape zemrën me motor. Kush shuzu aty? Gjyshja, mami, babi, nusja e ardhshme, zysha klasës parë, zysha e kantos. Gjitha. Hallet e tua me Akademinë e Arteve dhe me hapësirën toksike të krijuar aty sipas teje. Eral Bakalli nuk do na e fali sot këtë intervistë, po ne jemi të lirë të shprehim gjërat si mendojmë. Unë për ty gëzoj shumë dashuri dhe respekt, po mendimin e rejt Erald Bakallin Gjerasin ta përshëndes. Mendoj që se ishte i vetmi që tha emri s'do më ardh mos hajde. Jo, Eraldi shiko, Eraldi është ndër ato persona që për mua është me integritet brenda atij institucioni. Më shumë problemi është që për mua do një lloj riformatimi. Këtë e them si muzikant, jo si një person që ka qenë pjesa e saj shkolle dhe nuk e ka dashur. Jo, e them si muzikant. Gjithë në rastin të flasim të fjalë për rektorin e Universitetit të Arteve dhe me qëra fjala edhe ftesa e hapur për Eraldin vazhdon të jetë këtu, se vetëm ai nga këto drejtuesit e institucioneve artistike nuk është, s'kemi gjetur kohën, por da kemi mundësi ta gjejmë në të ardhmen. E ndihemi mirë shumë, i ndihemi aq mirë sa nuk kemi asnjë motiv për të vendosur një këngë tjetër përveç se Feeling Good nga Michael Bublé. Ndihemi shumë mirë dhe faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi të isha me ty dhe kam shijuar shumë këtë intervistë. Faleminderit, do të dëgjojmë sërish sot një javë me të tjerë miq, me të tjerë rrëfime, me të tjerë kujtime, edhe ja kam thënë, fikeni radion tani se u mbarova. Natën.